Tani dua të ndaloj tek një zënkë, tek një luftë që mbrëm ka krisur dhe siç duket vazhdon të jetë luftë e vazhdueshme në shtëpinë e Big Brotherit. Eliona, Benita edhe Edi. Unë do t'i quaj trekëndshi i Bermudes. Do thoni ju pse i quan kështu Tiranë. Unë i quaj kështu sepse pikërisht nga dhoma e lavanderis, le ta quajmë kështu, Benita po bisedonte me Elionën ku prezente ishte edhe Alba, nëse nuk gabojmë, apo Leotrimi. Por, interesante ishte që Benita në momentin që Eliona del nga dhoma, sepse e shikoj që kanë një lloj xhelozie, më së shumti xhelozinë e shoh nga ana e Benitës për Elionën, në momentin që Eliona del nga dhoma, Benita i thot që ti je xheloze për Edin. Do me thënë, si pas Benitës, Eliona pretendon që tjetë me Edin dhe në anën tjetër edhe Benita pretendon që tjetë me Edin. Por, banorët filluan që t'ja vënë në dukje Benitës disa intervista, se tani nuk e di do me thënë sa respektojnë këto, se me sa e di unë që nuk duhet të jepen informacione nga jashtë brënda në shtëpin e Big Brother VIP Kosovës, u bë një luftë e madhe, u bë një le ta quaj një zënk e madhe mes Benitës edhe Elionës, ku Eliona, nga ajo që unë e dëgjova, e goditi Benitën me argumente. Dhe Eliona e mori mbështetjen më të madhe të Edit. Ju e dini që tani duhet të krijohet çifti i parë në Big Brother. Do me thënë ajo nuk është me patjetër, sepse ka zëra që thonë që çiftet krijohen me patjetër, nuk është me patjetër që të krijohet, por është një lloj ndjesie që ndoshta banorët e kanë krijuar prej jashtë, që ne për të arritur kulmin apo për të arritur fenomenin, të shndrohemi në fenomen apo për të arritur finalen, ne duhet të krijohemi çift. Dhe në këtë rast unë e shoh që Edi është duke hulumtuar gocat mirë, se kush është partnerja, apo ta quaj kështu unë, do thënë kush është vajza që Edit do t'ja marrë zemrën dhe do t'ja dhuron zemrën. Dhe në këtë rast unë Edin e shoh më të fokusuar tek Eliona, edhe pse do me thënë Eliona është një banore që është duke përdorur një strategji shumë interesante, kur e masi moshën është 18 vjeç dhe është aq e artikuluar, është aq e zgjuar, është aq e mençur sa që do me thënë po fiton edhe dashurinë më të madhe nga publiku vetëm për 2 ditë, ndërsa Benitën e shikoj shumë të trëmbur në këtë luftën brenda shtëpisë së Big Brotherit, edhe mendoj që mundohet që nëpërmjet zënkave me Elionën ta merr vëmendjen, sepse ndoshta e ka parë që vëmendja e Edit është tek Eliona. Të paktën kështu ne bëj analizën për këtë zënkën që është e vazhdueshme mes Benitës edhe mes Elionës. Por në këtë mes unë e shoh edhe Tonin të fokusuar tek Eliona. Toni, teksa ishin të shtrirë në dhomën e gjumit, i thonte Elionës pse po më shikon me bishtin e syrit, ti dëshiron diçka të arish me mua etj etj, por Linda Rej është ajo, si me thënë, është ajo nënë madhja në këtë mes që mundohet që t'i bashkon çiftet. Unë e shoh që Eliona ka një lloj pëlqyeshmërie për Edin, sepse ndajnë që të dy kohën jashtë bashk, mendoj që do të ketë një lloj emocioni mes këtyre të dyve dhe do të jenë çifti më i komentuar, por si e komentoni ju zënkat të cilat kanë ndodhur së fundmi në shtëpinë e Big Brotherit, ku duket që protagonist mes të dy vajzave, të paktën kështu e nxjerrën Benita, është Edi Kuçi.